Të nderuar miq, bashkëdhetar, organizator, zoti Vlasov Sula, zoti Agron Delivanaj, të dashur ardashë dhe pjesëmarrës. Është një nder i veçantë për mua të jem sot pjesë e kësaj ekspozite, ku arti, kujtesa, përkatësia jonë kombëtare gjen jehon në zemrat e diasporës shqiptare në Michigan. Ky takim nuk është thjesht një ngjarje kulturore, por një akt bashkimit shpirtëror, një mundësi për të ndarë rrethimet, krenarinë, vlerat që na bëjnë shqiptar. Një falëndërim i veçantë shkon për fotografin e njohur, zotin Vlasov dhe mikën tim të ngushtë, i cili përmes objektivit të tij ruan jo vetëm imazhe, por edhe ndjesi e histori që prekin shpirtin. Zëri i tij vizual është një thirrje për të kujtuar dhe për të ndjerë. Jam gjithashtu mirënjohës për organizatorët, veçanërisht për zotin Agron Delivanaj dhe shoqatën malësive, të cilët në përkushtim mbajnë gjallë frymen e shqiptarëve këtu. Në këtë ekspozitë kam kënaqësinë të ndaj me ju procesin krijues, monumentit Skënderbeut në Tuzë, një vepër që përfaqëson jo vetëm figurën e një heroi, por vetë frymën e qendresës, dinjitetit ton historik. Në çdo vepër përpiqem të gdhënt jo vetëm formën, por edhe idealin që ajo përcjell. Të dashur miq, momente si këto na bashkojnë përtej largësisë dhe na kujtojnë se kultura jonë jeton në zemrat tona, në atë dhe në diasporë. Faleminderit për mikpritjen, për respektin dhe dashurinë për artin tonë. Rroft Skënderbeu, rroft kultura jonë shqiptare. Do të bëj ca dhurata. Është një shenjë mirënjohje, pra për ato që kanë kontribuar rritin e këtij monumenti. Është një dhuratë simbolike. Dhe të ardhuar nga një sportor kaq me emër si ti. Unë do të ndihmoj se unë do të shkon dhuratë. Atëherë ftojmë kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe New York. Shoqatës Malësia në Kaliforni. Shoqatës jonë e Marcisë në Michigan. Beri shumë dhe jemi nedër të lëftat që kemi pas rastin që të bashkëpunojnë së bashku. Dhe kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe të Michigan. Afrodita Rakipi, intelektuale, aktiviste në komunitetin tonë, eksperte e diplomacisë në marrëdhënieve ndërkombëtare me përvojë të plotë në SBA, Kosovë, Shqipëri dhe këtu në diasporë. Është një nder të jem me ju sonte edhe të kemi artistët si Vlasov Sula edhe Adrian Pipa këtu në Michigan. Edhe pse jam lindur edhe rritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës,
prindrit kanë sjellë me vete më shumë se kujtime. Ata kanë sjellë edhe shpirtin e një atheu. Në ata kohë, arti shqiptar ishte si një pasuri e rrallë edhe e çmuar. Qoftë në një këngë, një poezi ose një pikturë. Ishte diçka për të ruajtur, ishte një kujtesë se lidhja jonë me rrenjët ishte ende gjallë përmes kësaj. Kur isha fëmijë, nuk ishim piktura shqiptar nëpër galerit kur shkonim në shkollë. Nuk I gjenim lejt librat, portretet apo historiat tonë nëpër muzet. Kultura jonë ishte mëze të ulët, thujse e padukshme për botën jashtë. Prandaj, çdo vepër arti shqiptar që na binte në duar, e çmonim si thesar, sepse na kujtonte se kush ishim edhe që ende jemi. Pse ka rëndësi ta kujtojmë këtë sot? Para se të vinte koha e rrjeteve sociale, kultura shqiptare jetonte gati në heqje, po ishte gjallë në shtëpitë dhe zemrat tonë. Ajo ishte përcjell brez pas brezi përmes muzikës që mbushte dasmat tonë, traditave të bukura dhe zakoneve që nuk harroheshin nga një diaspora që I ka mbajtur gjallë deri më sot. Kështu e mbanim gjallë gjuhën, kujtesën dhe identitetin e një botë që nuk kishte mësuar ende se kush janë shqiptarët. Sot, po shkruajmë një kapitull të ri, zërit shqiptar nuk janë më histori, po janë krijuesit të tregimit tonë. Kur isha fëmijë, sa herë që dikush më pyeste, çfarë je? What are you? Unë I thosha, I'm Albanian. Më shikonin pak me habi. Kurse sot bota ka ndryshuar. Tash kemi emra si Vlasov Sulaj, Adrian Pepa, Dua Lipa, Invambula, Fadil Berisha edhe Indiri Stendragoti. Edhe shumë të tjerë që do thot emri unë ka udhëtuar larg edhe është bërë I njohur. Tani kur them, jam shqiptar, I'm Albanian. Nuk kam më habi, po ma bëjmë me duart. Ka momente në jetë që mbeten me ty për gjithmonë. Kam pasur fatin të shoh nga afër disa veprat më të famshëm të artit në botë. Kryvepra e Michelangelos në Vatikan, Bernini në Rom, Monet në MoMA në New York edhe Artemisia, grua e parë e njohur në historinë të artit në shekullin 17, që është pjesë e koleksionit këtu në Institutin e Artit të Detroitit. Por asgjë nuk krahasohet me ata që ndjeva kur pash për herë të parë statuen e Skënderbelt në Tiranë në fillimet e viteve 90. Tash I duhet meten ta përshëndes. Në ata moment ishte sikur vetë historia të më dilte përpara edhe të më shikonte drejt në sy. Dhe sot, ajo frymë krijuese që dikur e kërkonim nga larg, është e pranishëm këtu në Michigan fal këtyre atyrsve të jashtëzakonshëm. Më në fund, ajo ura mes pasionit edhe njohjes është ndërtuar jo thjesht si një hapësirë ekspozimi, por si një dëshmi se arti nuk një më kufi. Arti kur përkrahet edhe njihet, ka fuqinë të krijojë lidhje të reja, të ndërtojë ura që prekin zemrat, afrojnë mbrezat edhe lidhin botën të ndryshe. Nëse më lejoni, dua të ndaj një histori personal. Një histori që flet për domosdoshmërinë e forcimit të lidhjes mes diasporës edhe trashëgimisë sonë kulturore. Në fund të viteve 70-ta, xhaxhai im I ndjer bashkë me disa të tjerë u përpoqën të organizojë një koncert në Michigan me Nexhmi e Pagarushen, një ikonë se la gjurmë të thellë në kulturën shqiptar si bilbili I Kosovës. Në atë kohë, ajo jetonte në Kosovë, vendi ishte ende I Jugosllavi. Dhe vetëm ideja për ta sjellë këtu ishte peshë politik. Nuk kaloi shumë kohë kur agentët e sigurimit u paraqit në jo në Jugosllavi, por në restorantin së familjes sonë në Michigan. Ne ishim qytetar amerikan që jetonim të lirë edhe po përpiqeshim të sillnim një këngëtar të dashur edhe u kërcënuam. Xhaxhai im nuk ishte atje atë ditë, po babi im ishte. Kur ata nisën të bëjnë pyetje, ai pa drejt në sy dhe I tha thjesht, dilni jashtë, këtu është Amerikë, as të drejt as fuqi nuk keni këtu. Get out. Aq larg shkonte frika edhe kontrolli për një regjim që e dinte se kur kultura ngrihet, një lëvizje nuk është larg. Pse ka rëndësi?
Momentet e tilla na kujtojnë se arti nuk është gjithmonë vetëm estetik ose bukurim, është edhe kujtesë, identitet edhe frymëzim. Për diasporën, arti është ura më e fortë që na lidh me rrenjat përtej kohës, sepse në çdo tingull, ngjyrë apo varg gjendet një pjesë e shpirtit tonë. Është mënyra si e ruajmë gjuhën, ndjeshmërinë edhe kujtimin kolektive. Gjatë kësaj breme, jam kurioze të dëgjoj si arti shqiptar ka qenë pjesë e jetës tuaj. Sonte nuk ponderojmë vetëm artistët talentuar, po bëhemi një pjesë e një rrëfimi të gjallë. Një tregim ku krijimtaria shqiptar po za vend që meriton në botë, me finesë, qëllim dhe vizion. Siç ka thënë Fanolli, pa gjuhë, pa art, pa muzikë, kombi vdes. Kështu që për artistët këtu sonte, ju uroj sukses të mëtejshëm dhe ju falenderoj për vizionin që solte sonte mes nesh këtu sot. Faleminderit. Nuaj Gjek është artist me kërboj shumë vjeçare dhe historian i diplomuar në Universitetin në Wayne State. Ka bashkëpunuar si producent, skenarist dhe dizenjues produksioni në dokumentarin Skënderbeu, Breti luftëtar në vitin 2008. Kam kënaqësi që ta ftoj këtu në mesin tuaj artistin tonë,